Jemi kthyer sërish transmetim të drejtë për drejtë të debat të fokusuar se si po funksionon fushata e Partisë Demokratike. Për arsye të mungesës debateve jemi detyruar të përballemi me panele gazetarësh, forcat politike. Javën e ardhshme i bie të jetë Partia Socialiste, ndërkohë do jemi dhe rreth 50 minuta në këtë pjesë të dytë fokusuar tek debati, rreth 45 minuta të fokusuar tek fushata elektorale e Partisë Demokratike dhe koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore, ndërkohë në pjesën e tretë do të fokusohemi tek ajo që po ndodh me aeroportin e Vlorës, në kuptimin jo tani, por në momentin e parë të operimit, sipas kontratës nga 1 shkurt i vitit 2026, por me gjas, sipas Vlora International Airport, pra kompanisë që do merret me menaxhimin e saj, ndoshta që në fillim të nëndorit do të ketë fluturime me full operation që quhen. Si do funksionojë ky aeroport, kush do jenë destinacionet e tij? Ai ka një prej pistave më të gjata të Ballkanit perëndimor për momentin. Dhe mbi të gjitha do jetë një aeroport që do funksionojë 12 muaj të vitit në shumë destinacione, duke synuar që të ketë destinacione që nuk mbulohen për momentin. Por kur do të fillojnë, cilat do të jenë fluturimet, sa do të kushtojnë, ta ndiqni në pjesën e tretë të emisionit. Ndërkohë, Erisa e pyeti Batonin çfarë mendimi ke për Ilir Metën në listën e hapur. Me që po flisim për listat. Ilir Metën besoj që e din, e kam një miqësi familjare. E di, prandaj ma shumë se aq. Nuk e amnistoj për gabimet e tij politike, për arsye se ka bërë gabimet pa nevojshme, një njeri i cili ka pas gjithë atë aur dhe vazhdimsinë e tij politike të gjitha funksioneve që dikush i ka. Dhe mendoj që ai emocion i tepër, pasion për qenë prap diku, për ndryshuar diçka, e ka fut në gabimet pakthyeshme. Dhe për këtë nuk e amnistoj. Sa i përket... Jemi në fushat, Baton, zgjodhi të lërë listën e sigurt dhe të futet në listë hapur. Gabim. Mendoj që as aty ku është, nuk është dashur që karriera e tij të shkojë, as ju si listë e përbashkët madhështore, nuk është dashur ta lëni Po, dhe ka një shumë kundër. Ka qenë një vendim i panegociueshëm i Ilir Metës. Po, i ty personalisht duke njohur mentalitetin e votuesit. Po. Kur dikush nuk është jashtë, nuk e ka fuqinë dhe nuk e përjeton njeriu i cili është aty, është vështirë që ju me këtë heshtje që e keni karshi Ilir Metës ta shëndroni në figurë viktimizuese për të marrë vota. Absolutisht, përkundrazi. Jo, me vendimin e tij, as figurën dinjitoze. Gabim. Me vendimin e tij ka mobilizuar jashtëzakonisht shumë njerëz, unë e njoh Ilir Metën më mirë. Miqtë e tij që nga klasa e parë, mos flas themelus Lëvizje Socialiste për Integrim, socialist teori lindas, gjithë bashkëpunëtorët e tij, sepse vendimarrja e tij e para ishte e gudimshme. Nuk e kërkova mendimin tim. Unë mendimin për veten. E kërkova mendimin tim. Por je gabim në sensin e viktimës, se në rastin s'është Ilir Meta për viktimizim. Se Ilir Meta kur s'mundet me qenë viktim. Nuk mund ta viktimizoni për t'ja marrë votat. Është vendimarrja e tij. Dhe as po viktimizon njëri fare. Njeriu brenda. Ai është në izolim politik aty ku është. Ky është gabim i krenarisë tij. Gabim. Ashtu e gjykon, unë mendoj që nëse i dashtë ju me racionalisht me mendu. Racionalisht me mendu, njeriu i cili... Tani e ke njohur nga afër Ilir Metën kur thoshte po, jo. Po tani, ti e di shumë mirë si i merr vendimet Ilir Meta, edhe sa i vendosur është në vendimet e tij. Po ti tregoj ka gabu apo jo? Po prap. A mund t'i asigurosh votat të Ilir Metës që të bëhet deputet? Ne po bëjmë maksimumin. Ja, po bëjmë maksimumin. A mundesh apo jo, Erisa? Ja garanton vetes ai. Erisa, a mundesh apo jo? Është Ilir Metës që ja garanton vetes, s'ka nevojë për tjerat. Erisa, me 12 kam përshtypjen që do zgënjen. Do jetë deputeti më i votuar në qarkun e Tiranës. Këtu do jemi. Më i votuar, mbi 30.000, 40.000 vota do jenë për Ilir Meta. E para për atë që përfaqëson Ilir Meta, dhe është një konsekuencë e qëndrimeve të tij. Nuk mund ta mbyllte veten Ilir Meta në listë mbyllur, qofse di karrierën politike të Ilir Metës, që bëri grevurie në 2008 për listat e hapura, në 2005 që ke qenë, mund ta vendoste veten në listë sigurt proporcional, po shkojnë qarkun e Beratit dhe Garoj u ballafaqua me elektoratin? Dhe në të njëjtën konsekuencë leadershipi vendosi veten në listë hapur në qarkun e Tiranës dhe ka mobilizuar jashtëzakonisht shumë
persona dhe po të them, shkruan mbi 200 letra në ditë që ne ja çojmë edhe qytetarëve, edhe simpatizantëve, edhe miqtë të tij, jemi në kontakt vazhdueshëm me çdo lloj Që Ilir Meta nuk lodhet, s'ka nevojë të na thuash neve, se unë e njoh që 14 vjeç. Pikërisht. Jo, dhe gjesti i tij u mirëprit jashtëzakonisht nga qytetarët, që tregoi edhe leadership. Si gjest politik, absolutisht. Ai luajti si lojtar politik. Batoni thotë që duhet ishte më mirë i garantuar se sa të hynë të një betej, ku gjithsesi betej është tani, sa do vota, ka disat panjora në këtë mes. Duhet marrësh vota, duhet që forca politike koalicioni të dalin mbi listën, do më thënë janë një sërë të gjërë. Pa tjetër, dhe pavarësisht ai sfidoj dhe Edi Ramën, që tha do ta vendos veten ose në listë hapur ose në listë mbyllur, se pse vendosi Edi Rama i 9-ti, i 8-ti në qarkun e Durrësit në 2021 dhe u mbyll në lista. Psikologjinë e vetusit. Në mënyrë edhe besoj se asnjë nga kryetarët e partive po u fut në listë në shtel. Erisa, se shërdoj psikologjinë e vetusit. S'është ky thelbi. Unë e ti nuk pajtohemi seriozisht në pikën a është dashur apo jo. Një njeri i cili ka kriteret larta të krenarisë, gati të malsorit, nuk i ndëgjohet këshilla në kësi raste. Dhe ndërshmërisht kishte qenë që ta vendosnit në listën e mbyllur. Do dali më i votuar. Do dali më i votuar. Andëgjën sa tash, psikologjia e vetusit është që nuk voton për të kalumen dhe fuqinë të kalumës. A kuptoni ju këtë? Dhe për këto mos më tregoni. S'është e kaluar Ilir Meta, është e tashme Ilir Meta. Mirë. Është një izolim politik, pa asnjë akuzë penale sot që flasim. Krejt, s'ke nevojë me më thonë për Ilirin kur gjoti. Pa asnjë akuzë penale sot që flasim. A mpyte, a është mirë apo u keq? Gabim i juj, i secilit që jeni në LSI, e që keni hy në listën madhështore, që i keni bërë Ilir Metës. Nuk është dashur me ndëgju pikë. Mos u shqetëso, do dali më i votuar dhe Alianca do jetë... A i kërkoj mendimin tim. Po ta thash isha kundra, ti do me i vazhdu të njëti argument. Po fakt është që a i garon listë hapur dhe fakt është që kontributi ti për koalicionin, sepse për ne prioritare është numri 1, është fitoria dhe rotacioni politik i domosdoshëm, dhe ne votën e parë kërkojmë për numrin 1 dhe pa dyshim për të mobilizuar dhe për të parë dhe fuqinë elektorale, por edhe për mbështetjen, për aleancën për Shqipërinë madhështore, objektiv ne kemi 8 mandate. Ne kemi mandatin për të çuar Gençalën në Korçë. Sa mandate keni të sigurta ju? 4 mandate të sigurta. Listë mbyllur. Po, dhe 8 në listë të hapur sipas koalicionit që kemi Gençalën në Korçë, kemi Lefter Maliqin në Berat, një qëndrestar i jashtëzakonshëm, kemi gjithashtu Adriatik Hoxhën në Durrës, që është mjeshtër sporti, ke Dashamir Xhikën në Elbasan e tjerë me radhë. Pra ne hym për të sjellë 12 mandate këtij koalicioni të Aleancës për Shqipërinë madhështore, pavarësisht vështirësive dhe izolimit politik të liderit. Jam dakord shumë, edhe ju keni për Shqipërinë tuaja, po të mbledhësh mandatet që forcat politike thonë këtë studio, del parlamenti me 520 vetë. Po këto janë realistë, tani unë jam i forcë, tani unë statistikën e fundit, unë kam 120.000 vota, që janë 10 deri në 12 mandate. Në rregull, këtë kam unë statistikë. Tjerat sondazhe unë përfaqësoj 120.000 vota. Eriza, unë po patjetër dhe të shumë fishuara. Dhe të shumë fishuara. Ne nisëm me zgjedhjet para se Bigj Rama lëviz. Gjesti i Ilir Metës për të garuar në po më bosh gjest politik i mirëfill, absolutisht. Ka mobilizuar jashtëzakonisht shumë dashamirës dhe shumë njerëz që kanë pritur jashtëzakonisht shumë mirë. Po. Në partia Liris, baton. Partia e jamja është LSI-a, e Liris është të reja. Aty ngel. Edhe unë të LSI-a jam, dhe partia e Liris. Ajo që du me të thonë, ju të cilët jeni të ri aty, edhe që keni marë për sipër një vazhdimësi, ju këtë herë jeni me Katar. Edhe data 12 do më tregon se jeni me Katar.
Jo, shokun tam, ne do nuk do mundeni me ne do fitojmë. Dhe në qoftë se ti je mik me Ilir Metën, ti duhet ta votosh Ilir Metën në Nuk e kam problem me votu Ilir Metën. Po nuk muj me votu Ilir Metën aty. Se me knatësi, sa vjet ke jetu në Francë do votoja. Ti ke detyrimin moral ta votosh Ilir Metën në listë hapur.